që nga 2021-shi, si thua, debati orientohet atje ku s'duhet. Për një 2-3 vite, Ergysti ditë e shpesh për shembull, ishte dhe di shumë mirë, debat për vulën foltore, apo ishte një humbje kohe, në fund prodhoi një rezultat. Edhe tani debati fokusohet qëllimisht tek partitë, bashkimi, pse qysh nuk është kjo e dura. Kontraditat e vërteta në shoqëri nuk janë këto mes qoftë partive të vogla. Kontradita e vërtetë është mes SPAK-ut, që gëzon mbështetjet të madhe qytetarëve, dhe korrupsionit qeverisë Rama galopant në anën tjetër. Për këtë duhet harxojmë shumë kohë dhe të flasim. Kontraditë është ku diun mes pensionistit që merr një pension 40 herë më të vogël se paga e deputetit. Kontraditë është që një çift i ri nuk blen dot shtëpi, ndërkohë që zyrtarët e lartë që akuzohen për korrupsion mund të kenë 30 apo 300 shtëpi. Këto janë problemet. Dhe nuk është dhe çelës, dakor, çelës magjik që Shqipëria do bëjë me një bashkim artificial, nuk ka dhe për ta përfunduar. Nëse ne, dakor, dhe flasim për çka tjetër, për demokraci. Çfarë ka prodhuar politika bipolare bipartizane? Këtë sistem ka prodhuar. Pra ne le ta marrim të mirëqenë që opozita sot kështu është plurale. Ajo që mungon është që në anën tjetër, në anën e opozitës aty kemi monizëm. Aty kemi një lider suprem që vendos gjithçka. Dhe ne si lvizje bashk, që identifikohemi dhe si të marrim një ideologji, çfarë duhet bëjmë? Duhet bindim sa më shumë qytetarë që deri më dje kanë votuar Partinë Socialiste, ta braktisin atë parti. Dhe kjo është zgjidhja, se Edi Rama ka marrë 730.000 votave në Shqipëri dhe 100.000 në diasporë. Dhe jo gjithë këta, pavarësisht sistemi zgjedhor ka pandeshmëri, zgjedhjet nuk janë të lira, i pranojmë të gjitha defektet skandaloze dhe zgjedhjet pa drejta. Por një pjesë shumë e madhe e njerëzve kanë votuar me vullnet lirë Partinë Socialiste. Ne duhet të fitojmë besimin e atyre njerëzve që në këtë mënyrë nuk vazhdohet më. Dhe nuk mund të shkojmë kurse si të kthehemi në pas në histori, ne jemi për progres, nuk jemi ta kthejmë historinë në bazë tek Sali Berisha. Kaq. Jani, unë jam plotësisht dakord me këtë dhe biles ky është thelbi. Thelbi është tek SPAK-u dhe tek dënimi i korrupsionit. Dhe unë prandaj mendoj që duhet ishim bërë bashkë tashmë partitë, sepse nëse do ishim bërë bashkë tashmë do kishim krijuar një pol. Ka lënë ndonjëherë te 9 kaçat në orën 12 të ditës. Është plot. Mua më duket si në Tokyo. Shqipëria është populluar, por Tirana ka njerëz qytetar pa fund. Si të bëjmë ne qoftë ata që kushdo, të thrasim qytetarët. Duhet them këtë. Dhe nuk është asnjë që prioriteti nëse do kishte një pol të tretë, sot SPAK-u do kishte duart shumë më të lira për të vepruar, sepse nuk do mbahem më dot as Berisha, sepse për mua Berisha SPAK-u me politikën. Po ka të bëjë sepse sulmet SPAK-ut i vijnë nga politika. Dhe sot SPAK-u po sulmohet. Gjesa po heton politikën, normalisht do të presë për 3 vite ose edhe më shumë. Me radhë sikur po shkatron opozitën. SPAK-u do të bëj punën vet. Nëse SPAK-u bën politikë, është çështje tjetër. Jo, SPAK-u nuk bën politikë, por SPAK-u sulmohet politikisht. SPAK-u dhe nuk mbrohet dot politikisht. Dhe këta mund të ishin, pra gjithë partitë e reja do ishin ombrella politike për të bërë betejën politike në mbrojtje të SPAK-ut. Sepse sot të dyja palët, Rama dhe Berisha nuk e mbrojnë SPAK-un, e sulmojnë SPAK-un. Ndjes, unë ndoshta s'm takon, se jam moderator, por nuk jam dakord me mendimin tonë. Unë nuk mendoj, nëse forcat politike në Shqipëri presin që do të jenë prokurorët që do vendosin kush i fiton zgjedhjet, tu jemi totalisht gabim. Jo, nuk thash këtë. Nuk thash këtë. Nuk ishte kjo. Unë thash këtë që nëse ti pret, po pastaj s'ke asnjë ndryshim nga Berisha që flasim, politika mund të bëjmë votat bashkë dhe mbyllim SPAK-un. Që pret çfarë çështje do jetojë bëjmë votat bashkë në parlament dhe mbyllin. Kurse nëse këto do ishin një tampon, pra do ishin një grup i madh parlamentar aty brenda, mund të merrin 20 deputet, ku dimë sa do merrin. Ata do ishin vërtet një garanci më shumë që edhe kur të sulmoj SPAK-un nuk po lë vendem pa politikë, sepse sot jemi ora Rama Berisha. Mund të ndërtojmë narrativ me nëse ashtu, Jo, dhe ta shikojmë objektivisht. Ne bëjmë projeksione tash, mbi këto projeksione ngremë veprim. Drejtësinë. Dhe është kjo pika kryesore, thelbësore, ku e mbështet edhe ti retorikë. Po, partia për shembull e Zonjës shkoi dhe mbështeti kandidatin e Berishës, Bine. Mjaftueshëm. Partia e Mundësisë gjithashtu. Po pra, po u them që pse ju nuk bini në një të përbashkët, pra një farë mënyrë Po cila është e përbashkët që duhet bine? E përbashkëta është klauzola që thot Jani që bën të tjerë. Mbështetja e drejtësisë, pra, jemi te kjo pika.